ktheva në shtëpi nga shfaqja, është pak vonë. Mami po më priste të zgjuar, kishte parë intervistën time te Shqipëria Live dhe ishte mërzitur, jo me intervistën, ishte mërzitur me ca komente që kishte lexuar, që ishin të tipit të mbaruan lekët, a gjete punë, u bëre ti, qa bëre ti që ngacmove atë tjetrin seksualisht, dhe ti që ku di unë, u bëre ti, ishte thelbi njerëz që të bëjnë edhe llogarit në xhep, edhe më thash, mami ishte mërzitur me pak fjalë. Dhe këtë video po e bëj për hir të saj. Ej, shikoni më Terezin tuaj, më lini mami rehat, mos më mërzisni mamin. Mua s'më bëhet vonë, unë nuk kërkoj miratim, dashuri, konfirmim, unë e di ç'a dua, ku dua të shkoj, nga vi, pse jam etj. Mund të tingëlloj arrogante, pas më bëhet vonë fare. Pajtohuni me faktin që një grua që kujdeset për mamin, nuk i bën gjërat e saj personale pazar publik, që paguan vetë faturat, që mund të jetë shumë e fortë, ekziston, pajtohuni me këtë, ekziston dhe fiton. Pajtohuni me këtë. Në një koment ishte aty foli Majdanozi. Majdanozin nuk është pika unë, dhe gjeta midis jush. Majdanozi është batuta ime, s'mund ta përdorni kundër meje, se jeni vërtet të rrjedhur, ka diçka që nuk shkon te disa komentues, por unë e di çfarë ka që nuk shkon. Problemi është mos më çani veshin e djathtë të mamit. Lëren e ratë, thot majtin e ka të paralizuar. Zhdukuni, avulloni, pajtoni. Unë nuk do bëjmë kur shenjtoria që vjen në televizion për të bërë qefin juve. Unë jam boring person, kam personalitetin tim, karakterin tim, nuk dua të bie në këmbët e askujt, nuk dua t'i bëj qefin askujt, dhe as më bëhet vonë për askënd. Po, sa bukur e thash, dhe kam këtë lloj lirie. Avulloni dhe mos më mërzisni mamin. Copa, si thon, copa. Natën